Kapitulli 10. Përdorja e mëtejshme e vullnetit. Nuk mund të mbash vizion të vërtet dhe të qartë të pasurisë nëse po e kthem vazhdimisht vëmendjen tënde ka piktura kundërshtuese, qofshin ato të jashtme apo imagjinare. Mos trego për telashet e tua të kaluara të natyrës financiare nëse ke pasur. Mos mendo fare për to. Mos trego për varfërinë e prindërve të tu, apo vuajtjet e jetës tënde të hershme. Ti bësh cilat do nga këto gjëra është ta klasifikosh veten me të varfërit për momentin dhe me garanci do ta dobësoj lëvizjen e gjërave në drejtimin tënd. Lëri të vdekurit t'i varrosin të vdekurit e vet, siç tha Jezusi Isai. Vëre varfërinë dhe të gjitha gjërat që lidhen me varfërinë plotësisht prapa teje. E ke pranuar një teori të garantuar të universit si korrekte dhe je duke i varur të gjitha shpresat e tua për lumturi mbi atë se ajo është korrekte, dhe çka mund të fitosh duke u avënë veshin teorive konfliktuoze? Mos lexo libra religjioz që të thonë se së shpejti botës po i vjen fundi. Dhe mos i lexo shkrimet e filozofëve pesimist që kërkojnë dhe ekspozojnë skandale të vërteta apo të supozuara që të thonë se po shkon në dreq. Bota nuk po shkon në dreq. Ajo po shkon ka Zoti. Ajo mrekullisht po bëhet. E vërtet, mund të ketë një sasi të mirë të gjërave në kushtet ekzistuese që janë të papëlqyeshme, por ku është po enta e studimit të tyre, kur ato me garanci po kalojnë dhe kur studimi i tyre vetëm sa prire ta dobësoj kalimin e tyre dhe t'i mbaj ato me ne? Pse ti jepet kohë dhe vëmendje gjërave që po hiqen nga rritja evolucionare, kur mund ta nxitosh heqjen e tyre vetëm duke e provuar, duke e promovuar rritjen evolucionare, për aq sa e ke në dorë? Pavarësisht se sa të tmerrshme në dukje mund të jenë kushtet në shtete, pjesa apo vende të caktuara, ti e humb kohën tënde dhe i shkatëron shanset e tua duke u marrë me to. Do të duhet ta vësh interesimin në pasurimin e botës. Mendo për begatit ka të cilat po vjen bota në vend të varfërisë nga e cila po del. Dhe mbaje në mend se mënyra e vetme në të cilën mund ta ndihmosh botën në pasurim është duke u pasuruar vetë përmes metodës krijuese, jo asaj garuese. Kushtoja vëmendjen tënde plotësisht begative, injoroje varfërinë. Kurdo që mendon apo flet për ata që janë të varfër, mendo dhe fol për ta sikur për ata që po pasurohen, sikur për ata që do të përgëzohen, e jo të vi keq për ta. Pastaj, ata dhe të tjerë do ta kapin frymëzimin dhe do të nisin të kërkojnë rrugdalje. Vetëm sepse po them se do t'ja kushtosh tërë kohën dhe mendjen tënde begative, nuk do me thënë se do t'jesh pis apo i lig. Të bësh vërtet i pasur është synimi më fisnik që mund të kesh në jetë, sepse ajo përfshin gjithçka tjetër. Në rafshin garues, përpjekja të pasurohesh është përleshje pas Zot, për fuqi ndaj njerëzve të tjerë, por kur vim në mendjen krijuese, krejt kjo ndryshon. Krejt çka është e mundur në rrugën e madhështisë dhe shpalosjes së shpirtit, të shërbimit dhe përpjekjeve fisnike, vjen nëpër rrugën e pasurimit. Krejt mundësohet me përdorjen e gjërave. Nëse të mungon shëndeti fizik, do ta zbulosh se arritja e tij është kushtëzuese për pasurimin tënd. Vetëm ata që janë të çliruar nga shqetësimi financiar dhe që i kanë mjetet për ta jetuar një eksistencë pa brenga dhe që i ndjekin praktikat higjienike, mund ta kenë dhe ta mbajnë shëndetin. Madhështia morale dhe shpirtërore është e mundur vetëm për ata që janë mbi luftën garuese për ekzistencë dhe vetëm ata që po pasurohen në rrafshin e mendimit krijues janë të lirë nga ndikimet degraduese të konkurrencës.
Nëse zemra jote turret ka lumturia e brendshme, kujtoje se dashuria lulëson më së miri aty ku ka ngritje të cilësisë, nivel të lartë të mendimit dhe liri nga ndikimet korruptuese, dhe këto gjenden vetëm aty ku begatit arrihen duke e përdorur mendimin krijues pa grindje apo rivalitet. Nuk mund të synosh asgjë kaq të madhe apo fisnike, po e përsëris, se sa të pasurohesh, dhe duhet ta fiksosh vëmendjen tënde në pikturën tënde mendore të begative, duke i përjashtuar krejt ato që mund të prirën ta dobësojnë apo ta turbullojnë vizionin. Duhet të mësohesh ta shohësh të vërtetën që ndodhet nën të gjitha gjërat. Duhet ta shohësh në krejt kushtet, në duke të gabuara, jetën e madhe të vetme që gjithmonë lëviz përpara, ka shpreha më e përmbushur dhe lumturia më e plot. E vërteta është se nuk ka diçka të tillë si varfëria, ka vetëm pasuri. Disa njerëz mbeten në varfëri sepse janë në padijshmëri të faktit se ka pasuri për ta. Dhe këta mund të mësohen më së miri duke u treguar rrugën për tek begatia përmes personit dhe praktikës tënde. Të tjerë janë të varfër sepse nëse ndjehen se ka rrugdalje, janë intelektualisht tepër të dobët për ta ushtruar përpjekje mendore të nevojshme për ta gjetur atë rrugë dhe të udhëtojnë në të. Dhe për ta, pikërisht gjëja më e mirë që mund të bësh është ta zgjosh dëshirën e tyre, duke u treguar lumturinë që vjen, duke qenë i pasur me të drejtë. Të tjerë janë ende të varfër sepse, ndërsa e kam një farë nocioni të shkencës, janë bërë kaq të përmbytur dhe të humbur në labirintin e teorive metafizike dhe okulte, sa që nuk e dinë se cilës rrugë t'i bien. Ata e provojnë një përzierje të shumë sistemeve dhe dështojnë në të gjitha. Për këta, përsëri, pikërisht gjëja më e mirë për të bërë është ta tregosh rrugën e duhur përmes personit dhe praktikës tënde. 1 gram i bërjes së gjërave vlen sa 1 kilogram i teorizimit. Pikërisht gjëja më e mirë që mund ta bësh për tërë botën është ta nxjerrësh më të mirën nga vetja. Nuk mundi shërbesh Zotit e njeriut në mënyrën më efektive se sa duke u pasuruar. Do me thënë, nëse pasurohesh përmes metodës krijuese dhe jo asaj garuese, është diçka. Po deklarojmë se ky libër i jep detajisht principet e shkencës së pasurimit. Dhe nëse kjo është e vërtetë, nuk ke nevojë ta lexosh ndonjë libër tjetër në këtë temë. Kjo mund të tingëllojë cekët dhe egoiste, por konsideroje këtë. Nuk ka më shumë metodë shkencore të llogaritjeve në matematik pos me mbledhje, zbritje, shumësim dhe pjesëtim. Asnjë metodë tjetër nuk është e mundur. Mund të jetë vetëm një distancë që është më e shkurtra ndërmjet dy pikave. Është vetëm një mënyrë të mendosh shkencërisht dhe ajo është të mendosh në mënyrën që të çon në rrugën më të drejtë për drejtë dhe më të thjeshtë te qëllimi. Asnjë njeri nuk e ka formuluar ende një sistem më të shkurtër apo më pak kompleks se sa ky që po shfaqet këtu. Ky është zhveshur nga të gjitha gjërat jo esenciale. Kur ja nis me këtë, lëri krejt gjërat anash, krejt të tjerat, hiqi krejtësisht nga mendja. Lexoje këtë libër çdo ditë, mbaje me vete, fute në kujtesë dhe mos mendo për sisteme dhe teori të tjera. Nëse e bën këtë, do të fillosh të kesh dyshime dhe të jesh i pasigurt dhe i lëkundur në mendimin tënd dhe pastaj do të fillosh të kesh dështime. Pasi të kesh bërë të mira dhe të jesh pasuruar, mund të studiosh sisteme të tjera sa të duash, por deri kur ti jesh goxha i sigurt se e ke fituar atë që e do, mos lexo asgjë në këtë drejtim pos këtij libri. Pos nëse janë autorët e përmendur në parathënie. Dhe lexoj vetëm komentet më optimiste në lajmet e botës, ato në harmoni me pikturën tënde.
Po ashtu, shtyji hulumtimet e tua për okulten, mos u lag me teozofi, spiritualizëm apo studimet e ngjashme. Ka shumë gjasa se të vdekurit jetojnë ende dhe janë afër, pos nëse janë, lëri rehat, këqyre punën tënde. Kudo që mund t'jenë shpirtrat e të vdekurve, ata i kanë punët e veta, edhe problemet e veta për t'i zgjidhur, dhe nuk kemi të drejtë të përzihemi me ta. Nuk mund t'ju ndihmojmë dhe është shumë e dyshimt se a mund të na ndihmojnë, apo se a kemi ndo pak të drejtë të futemi pa leje në kohën e tyre, edhe nëse munden të na ndihmojnë. Lëri rehat të vdekurit dhe botën e përtejshme dhe zgjidhe problemin tënd. Pasurohu. Nëse nis të përzihesh me okulten, do të nisësh tendenca të kundërta mendore që me garanci do të t'i fundosin shpresat. Tash, kjo dhe kapitujt paraprak na kanë sjell në deklarimin vijues të fakteve themelore. Është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat dhe e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i depërton dhe i mbush ndërhapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formoj gjëra në mendimin e vet dhe duke e impresionuar mendimin e tij në substancën e paformë, mund të shkaktoj që gjëja për të cilën ai mendon të krijohet. Për ta bërë këtë, njeriu duhet të kalojë nga mendja garuese në mendjen krijuese. Ai duhet ta formojë një pikturë të qartë mendore të gjërave që i do dhe ta mbajë këtë pikturë në mendimet e tij me qëllim të fiksuar për ta marrë atë që e do. Dhe me besimin e patundur se ai e merr atë që e do, duke mbyllur mendjen e vet ndaj krejt asaj që mund të priret, ta lëkund qëllimin e tij, ta dobësoj vizionin e tij, apo ta shuaj besimin e tij. Dhe pos krejt këtyre, tash do ta shohim se ai duhet të jetojë dhe veprojë në mënyrë të garantuar. Kapitulli 11. Veprimi në mënyrën e garantuar. Mendimi është fuqia krijuese apo forca nxitse që shkakton veprimin e fuqisë krijuese. Të menduarit në mënyrë të garantuar do të t'i sjellë begatit, por nuk lejohet të mbështetesh vetëm në mendim, duke mos i kushtuar vëmendje veprimit personal. Ky është guri mbi të cilin shumë njerëz, që përndryshe janë mendues, metafizik, shkencor, fundosen dështimi ta lidhin mendimin me veprim personal. Ende nuk e kemi arritur fazën e zhvillimit edhe nëse supozojmë se mund t'jetë e mundur një fazë e tillë, në të cilën njeriu mund të krijojë drejt për drejt nga substanca e paformë, pa proceset e natyrës apo punën e duarve të njeriut. Njeriu duhet jo vetëm të mendojë, por veprimi i tij personal duhet ta plotësojë mendimin e tij. Me mendim mund të shkaktosh që ari në zemrat e maleve të nxitet kahti. Por ai nuk do ta gërmoj dot veten, ta rafinoj veten, ta pres veten në monedha të arta dhe të vi duke u rrotulluar përgjatë rrugëve duke kërkuar udhën e vet për tek xhepi yt. Nën fuqinë nxitse të shpirtit suprem, punët e njerëzve do të radhiten ashtu që dikush do të udhëzohet ta gërmoj arin për ty. Transaksionet biznesore të njerëzve të tjerë do të drejtohen ashtu që ari do të sillet kahti dhe ti duhet i rregullosh ashtu punët e tua biznesore që ti jesh i Zotit ta pranosh atë kur të vjen. Mendimi yt i bën të gjitha gjërat, të gjalla apo të pagjalla, të punojnë për të ta sjellë atë që e do ti. Por aktiviteti yt personal duhet të jetë i tillë që të mund ta pranosh me të drejtë atë që e do kur të arrin. Nuk do ta marrësh as si bamirësi, as ta vjedhësh. Duhet t'i japësh secilit njeri më shumë në vlerë të përdorjes se sa që të jep ai në vlerë monetare. Përdorja shkencore
e mendimit konsiston në formimin e një imazhi të qartë dhe të dalluar të asaj që e do. Ti përmbahesh qëndrueshëm qëllimit tënd për ta marrë atë që e do dhe ta kuptosh me besim mirënjohës se e merr atë që e do. Mos provo ta projektosh mendimin tënd në ndonjë mënyrë misterioze apo okulte me idenë se ai duhet të shkojë dhe t'i bëjë gjërat për ty. Kjo është përpjekje e çuar kot dhe do ta dobësoj fuqinë tënde të mendosh në mënyrë të shëndosh. Veprimi i mendimit në pasurim është shpjeguar plotësisht në kapitujt e kaluar. Besimi dhe qëllimi yt e impresionojnë pozitivisht vizionin tënd në substancën e paformë që e ka dëshirën e njëjtë për më shumë jetë të cilën e ke ti. Dhe ky vizion i pranuar nga ti i vë në veprim të gjitha forcat krijuese në dhe përmes kanaleve të veta të veprimit, por të drejtuara ka ti. Nuk të takon ty ta udhëzosh apo mbikëqyrësh procesin krijues. Krejt çka duhet të bësh këtu është ta kujtosh vizionin tënd, ti mbahesh qëllimit tënd dhe ta mbash besimin dhe mirënjohjen tënde. Por duhet të veprosh në mënyrë të garantuar, ashtu që të mund ta përvetësosh atë që është e jotja kur të vjen, ashtu që të mund t'i takosh gjërat që i ke në pikturën tënde dhe t'i vësh në vendet e duhura ndërsa arrin. Vërtet mund ta shohësh të vërtetën e kësaj. Kur gjërat e arrin, ato do t'jenë në duart e njerëzve tjerë që do ta kërkojnë një barazvlerë për to. Dhe ti mund ta marrësh atë që të takon vetëm duke ia dhënë njeriu tjetër atë që i takon. Kuleta jote nuk do të shndërrohet në çantë të fortunatës. Çanta e fortunatës është përdorur këtu në kontekstin e veprës së Thomas Dekker, i cili e bazoi në legjendën gjermane të fortunatës dhe çantës magjike të pashtershme. Pra nuk do të bazohet dhe nuk do të shndërrohet në këtë çantë që do të jetë gjithmonë plot para pa përpjekje nga ana jote. Kjo është pika kritike në shkencën e pasurimit, pikërisht këtu ku duhet të kombinohen mendimi dhe veprimi personal. Ka shumë njerëz që vetëdijshëm apo pa vetëdijshëm i nisin forcat krijuese në veprim përmes fuqisë dhe këmbënguljes së dëshirave të veta, por që mbesin të varfër sepse nuk e ofrojnë pranimin e gjës që e duan kur ju vjen. Me mendim, gjëja që ti e dëshiron të sillet, me veprim pranon atë. Çfarëdo qoftë veprimi yt, është evidente se duhet të veprosh tani. Nuk mund të veprosh në të kaluarën dhe është esenciale për qartësinë e vizionit tënd mendor që ta heqësh të kaluarën nga mendja jote. Nuk mund të veprosh në të ardhmen, sepse ardhmja nuk është ende këtu, dhe nuk mund ta dish se si do të duash të veprosh në çfarëdo të lashe të ardhme, derisa të ketë arritur ai të lash. Vetëm pse nuk je në biznesin e duhur apo ambientin e duhur tani, mos mendo se duhet ta shtysh veprimin derisa të futesh në biznesin apo ambientin e duhur, dhe mos kalo kohë në të tashmen duke e vrarë mendjen për drejtimin më të mirë në emergjencat e mundshme të ardhshme. Ki besim në zotësinë tënde të përballesh me çfarëdo emergjence kur të arri. Nëse vepron në të tashmen me mendjen tënde në të ardhmen, veprimi yt i tashëm do të jetë me mendje të ndarë dhe nuk do të jetë efektiv. Vëre tërë mendjen tënde në veprimin e tashëm. Mos ja jep impulsin tënd krijues substancës origjinale dhe pastaj të ulesh dhe ti presësh rezultatet nëse e bën këtë. Kur nuk do t'i marrësh ato. Vepro tani, kur nuk ka kohë tjetër post tani dhe kur nuk do të ketë kohë tjetër post tani. Nëse e ke ndërmend të fillosh ndonjëherë të përgatitesh për pranimin e saj që e do, duhet të fillosh tani. Dhe veprimi yt çfarëdo qoftë ai duhet të jetë me shumë gjas në biznesin apo punësimin tënd të tashëm dhe duhet të jetë ndaj personave dhe gjërave në ambientin tënd të tashëm. Nuk mund të veprosh aty ku nuk je, nuk mund të veprosh aty ku ke qenë dhe nuk mund të veprosh aty ku do të jesh. Mund të veprosh vetëm aty ku je. Mos u merr me atë se
a u bë puna e djeshme mirë apo keq. Bëje punën e sot me mirë. Mos provo ta bësh punën e nesër me sot, do të ketë mjaftueshëm kohë për ta bërë atë kur të arrish tek ajo. Mos provo me mjete okulte apo mistike të veprosh me njerëz apo gjëra që janë jashtë ndikimit tënd. Mos prit për ndonjë ndryshim në ambient para se të veprosh. Bëje një ndryshim të ambientit duke vepruar. Mund të veprosh në ambientin në të cilin je tani, ashtu që të shkaktosh transferimin në ambientin më të mirë. Mbaje me besim dhe qëllim vizionin e vetes në ambientin më të mirë, por vepro në ambientin tënd të tashëm me tërë zemrën tënde, dhe me tërë forcën dhe me tërë mendjen tënde. Mos harxho kohë duke fantazuar apo duke ndërtuar kështjella mendore. Mbaju vizionin të vetëm të asaj që e dëshiron dhe vepro tani. Mos planifiko ta kërkosh një gjë të re për ta bërë, apo ndonjë veprim të çuditshëm, të pazakonshëm apo të shquar për ta bërë si hap të parë drejt pasurimit. Megjithëse veprimet e tua, të paktën edhe për ca kohë, do të jenë ato që i ke bërë për ca kohë në të kaluarën, por tash do të fillosh t'i bësh këto veprime në mënyrën e garantuar që do të pasuroj me garanci. Nëse je i angazhuar në ndonjë biznes dhe po ndjesh se ky nuk është ai i duhuri për ty, mos prit derisa ta kalosh këtë gjë dhe të shkosh në biznesin e duhur para se të fillosh të veprosh. Mos u ndjej i dekurajuar apo të ulesh e të vajtosh sepse je pozicionuar keq. Asnjë njeri nuk ka qenë aq keq i pozicionuar që të mos mund ta gjej vendin e duhur, dhe asnjë njeri nuk është përfshirë kaq shumë në biznesin e gabuar sa të mos mund të futet në biznesin e duhur. Mbaje vizionin e vetes në biznesin e duhur me qëllimin që të futesh në të, dhe me besimin se do të futesh në të dhe se po futesh në të. Por vepro në biznesin tënd të tashëm. Përdore biznesin tënd të tashëm si mjet për të arritur tek një më i mirë dhe përdore ambientin tënd të tashëm si mjet të arrish tek një më i mirë. Vizioni yt i biznesit të duhur, nëse mbahet me besim dhe qëllim, do të shkaktojë që supremja ta lëviz biznesin e duhur ka ti, dhe veprimi yt, nëse bëhet në mënyrën e garantuar, do të shkaktojë që të lëvizësh ka biznesi. Nëse je punonjës apo fitues rroge dhe ndjesh se duhet i ndorosh vendet për ta marrë atë që e do, mos e projekto mendimin tënd në hapësirë dhe të mbështetesh në të për të ta sjellë një punë tjetër. Megjithëse, ai do të dështojë në këtë. Mbaje vizionin e vetes në punën që e do, ndërsa vepron me besim dhe qëllim në punën që e ke, dhe me garanci do ta marrësh punën që e do. Vizioni dhe besimi yt do ta nisin forcën krijuese të ta sjellin atë ka ti, dhe veprimi yt do t'i shkaktoj forcat në ambientin tënd të të lëvizin ka vendi që e do. Në përmbyllje të këtij kapitulli do t'ia shtojmë edhe një fjali syllabyesit ton. Është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat, dhe e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i depërton dhe i mbush ndër hapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formojë gjëra në mendimin e vet dhe duke impresionuar mendimin e tij në substancën e paformë, mund të shkaktojë që gjëja për të cilën ai mendon të krijohet. Për ta bërë këtë, njeriu duhet të kalojë nga mendja garuese në mendjen krijuese. Ai duhet ta formojë një pikturë të qartë mendore të gjërave që i do, dhe ta mbajë këtë pikturë në mendimet e tij me qëllim të fiksuar për ta marrë atë që e do, dhe me besimin e patundur se ai e merr atë që e do, duke e mbyllur mendjen e vet ndaj krejt asaj që mund të prirë ta lëkund qëllimin e tij, ta dobësoj vizionin e tij apo ta shuaj besimin e tij. Që ai të mund ta pranoj atë që e do kur t'i vi, njeriu duhet të veprojë tani në njerëzit dhe gjërat në ambientin e vet të tanishëm.